Kjo që ka ndodhur në Librazhd është parë edhe në Portugali, edhe në Itali. Me foto dhe video, kryeministri Rama kërkon të barazojë rastet. Në këto pamje që sjell Rama mund të ketë ngjashmëri figurative kur i sheh me syrin e piktorit. Gjithsesi ka ndryshime. Në fotot e sjella nga bota mungojnë buldozerët, fadromat dhe kamionët si të ANK-s dhe të 2T-s, duke sheshuar kodrën apo që marrin poshtë zhavorin e lumit. Ngjarja jonë është e pasur me detaje. Bllokimi i rrugës Elbasan Qaftan ka nxjerrë zbuluar skeletin e korrupsionit. Kjo nis nga projektet fiktive, studimet e pakryera tek tenderat dhe deri në zbatimin e tyre në terren. Dalja e kryeministrit me përfundime shkencore mbi një fatkeqësi natyrore që pas ka ndodhur në vend ta mjegullonte e përforcoi mosbesimin ton. Edhe drejtorët që folën me regji lanë pas më shumë dyshime mbi ngjarjen. Pasi janë bërë tenderat për studime dhe projektim për gjeologji, topografi, mjedis, për ndërtim, për supervizim, nuk ja lë dot faji natyrës. Në këtë histori del se projektet nuk vlekan. Mbikëqyrje punimesh nuk është kryer. Drejtorët e ARSH-s, 2 në hetim nga SPAK dhe ky që është në detyrë, nuk penalizojnë shkeljet e kompanive të kontraktuara, sepse lidhja shkaksore e rrëshqitjes së kodrës nuk është natyrë, por njëri natyrë. Dyshimet janë se skema e korrupsionit funksionon me anë të personave të besuar, që bëjnë rregull letrat pasi kompanitë fitojnë tenderat. Në rastin ton, projekti teknik ka një autor, dhe ky qëllon të jetë direkt klienti i Edi Ramës. Redi Struga është përfituesi të paktën një lejeje për ndërtim kulle në Tiranë. Lejet janë një ekskluzivitet i Edi Ramës. Të gjitha i firmos vet. Një nga këto raste është kulla 52 katëshe që do të ndërtohet në zonën e bulevardit të ri. Projekti do të zhvillohet nga 2 kompani që nuk duken se nuk kanë kapacitet financiar. Njëra prej tyre është Smart Construction Invest. Kjo është themeluar vetëm në vitin 2021 me aksioner të vetëm Redi Strugën. Për vitin 2022, kompania deklaronte të ardhura 28 milion lek dhe 100.000 lek kapital. Ku janë parat për kullën? Rama nga ana tjetër të hapur rrugën të fitosh tendera. Kështu paralelisht me lejen e kullës, inxhinieri Redi Struga do të merrte disa tendera të rëndësishëm. Struga është drejtues ligjor i studimit dhe projektimit të zgjerimit të rrugës Elbasan Qaftan, loti 4. Ekziston një dokument që nuk i pranon justifikimet se këtu e paska fajin vetëm natyra. Kjo dosje quhet Studim, projektim, zgjerimi i segmentit rrugor dalje Elbasan Prenjas Qaftan, faza 4. Në hyrje të fashikullit të firmosur nga Struga shkruhet: qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i karakteristikave fizike dhe mekanike të dherave dhe shkëmbinjve që janë pjesë e korridorit ku zhvillohet projekti. Janë studiuar dhe vlerësuar kushtet gjeologjike, hidrogjeologjike dhe janë identifikuar fenomenet që lidhen me kushtet e projektimit të zonës ku do të ndërtohet. Bashkangjitur këtij projekti është një raport gjeologjik inxhinierik në të cilin shpjegohen kushtet dhe masat përkatëse që duhen marrë. Po ashtu këto shoqërohen me raportin teknik ku do të gjeni raportin hidraulik dhe hidrologjik. Supozohet që Struga ta kishte identifikuar fenomenin në këtë kodër dhe të përcaktonte zgjedhjet që do t'i ndiqte kompania ANK. Këto dokumente janë përpiluar nga Infra Consult ShPK dhe HMK Consult ShPK, për të cilat drejtues ligjor është inxhinier Redi Struga. Ndërkaq, kompania që zbatoi projektin është ANK, e cila fitoi gjithashtu të gjithë tenderët e ndërtimit të segmentit Korç-Ersek. Pronar është Agim Kola, vëllai i ish deputetit të Partisë Socialiste Ndue Kola. Dhe njësoj siç ndodhi në Librazhd, edhe në Ersek pati shembje. Në qafën e Qarit, rruga u ça menjëherë pas inaugurimit që i bëri Belinda Balluku. Si ka mundësi që Kolën e ndjekin pas këto shembjet apo fenomenet natyrore? Kompania tjetër 2T ka qenë përgjegjëse për mirëmbajtjen e aksit Librazhd Hotolisht. Mirë po në momentin që pati rrëshqitje dherash para një muaji situata u mor nën kontroll nga kompania ANK, e cila po ndërton edhe lotin e 4 të korridorit 8, pra pikërisht pjesën që e shëmbi gjatë punimeve. Për aksin Librazhd Elbasan, vëllezërit Kola ndan 50 milion euro me vëllezërit Artan Sako dhe Glamo Sako të 2T. Ky i fundit, ish komandant i gardës, është zgjedhur kryebashkiak i TPL-s.
Kompania 2T SHPK është shpallur fituese në tenderin e zhvilluar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, zgjerimi rrugës Elbasan Qafthan, faza 3 me fond limit 23.6 milion euro. Dy kompanit kanë kryer një masakër mjedisore edhe mbi lumin Shkumbi, në krah të cilit shtrihet rruga e vjetër Librazh Prenjas. Aty nuk ka pasur as pak probleme, si në argjinatura të mbajtëse, ashtu edhe në ura. Por pas nisjes së punimeve nga ANK, ky aks ka filluar të ketë shumë probleme. Fillimisht pati rrëshqitje dherash, ndërsa tani vetë rruga ka shembje dhe po ashtu një urë është shembur, duke krijuar një katastrofë të vërtetë. Ura që është dëmtuar ka 10 vite aty dhe nuk ka pasur asnjë dëmtim. Ndërkohë që si trualli ashtu dhe shpatimarit kanë lëvizur sapo kanë nisur punimet aty pranë. Që nga Elbasani dhe deri aty ndërhyrja ka qenë në lumin Shkumbin, duke masakruar shtratin dhe duket se tani të gjithë po vojnë pasojat. Padyshim kjo situatë ka dy përgjegjës, ANK dhe 2T. Po kush duhet i kontrollonte vëllezërit e deputetëve të Ramës? Ka edhe një filtr tjetër që mund të parandalonte katastrofën. Ky është supervizori. Tenderi i Autoritetit Rrugor Shqiptar me objekt supervizion punimesh, zgjerimi rrugës Elbasan Qafthan faza 4, është mbajtur njëkohësisht me ndarjen e fituesve të ndërtimit të rrugës së zgjeruar. Janë 300 milion lekë që i kanë shkuar kompanisë AE Engineering SHPK për mbikëqyrjen e punimeve të ANK-s. Pronare dhe drejtuese e kësaj kompanie është Entela Çano. Ajo është një personazh, firma e së cilës shfaqet kudo ku ka afera dhe rrugë të shembura. Një nga detyrat e mbikëqyrjes është të kontrollojë zbatimin e projektit, duke u bazuar në projekt zbatimin dhe specifikimet teknike, të propozojë modifikimet, plotësimet dhe mospërputhjet nëse ka, si dhe t'i rekomandojë ARSH-s zgjidhjet konkrete. Ku ishte Entela Çano kur makineritë e rënda punonin mbi kodrën që rrëshqiti? Ajo duhet të ndiqte në mënyrë të vazhdueshme dhe të kualifikuar të gjitha proceset e punimeve. Stafi i saj duhet të jepte udhëzime, porosi dhe urdhra për zbatimin me përpikmëri të projektit, të kushteve teknike dhe zbatimit. Entela Çano duhet të jepte instruksione me shkrim sipërmarrësit. Me pakta që mund të bënte ishte të ndalonte punimet dhe të kërkonte ndryshimin e projektit në përshtatje me fenomenin natyror. Po ashtu mbikëqyrësi mban përgjegjësi të plot për dokumentacionin topografik, gjeologo-inxhinierik të bazamentit ku do të kryhen punimet. Entela Çano dyshohet se përdoret nga zyrtarët e korruptuar të ARSH-s për të firmosur mbylljen e punimeve në tenderat e dhënë klientëve të tyre. Supervizoria del në qendër të hetimeve të SPAK për aferat korruptive në Bashkinë e Kolonjës, ku përveç kryebashkiakut Erioni Saj dhe disa zyrtarëve të tjerë e pandehur është marrë edhe vetë Çano. Dosja e prokurorisë tregon se ajo kishte lidhje të ngushta me Isajin, me të cilin komunikonte shpesh përmes WhatsApp-it. Prokuroria e posaçme mori të pandehur kryetarin e Bashkisë së Kolonjës Erioni Saj, ku nga hetimet ka rezultuar se ka abuzuar dhe ka përcaktuar fituesit e 4 tenderave me vlerë 70 milion euro, të cilat janë fituar nga kompania AE Engineering. Dy prej tenderave kanë të bëjnë me projektin e rrugës Korç-Ersek, e konsideruar si një aferë korruptive. Më konkretisht, tenderi për projektimin e rrugës dhe mbikëqyrjes së punimeve, të dy të fituar nga kompania e Entela Çanos në konflikt të hapur interesi. Rruga Korç-Ersek, gjithsej 35 km i gjatë, ka kushtuar rreth 72.4 milion euro pa TVSH. Një kosto që u trefishua nga qeveria Rama, e cila përfundoi gjysmën e projektit. Ajo duhet të përfundonte në qershor të vitit 2023, por afati u shty me një vit dhe teksa pritej inaugurimi, një pjesë e rrugës u shemb ende pa nisur qarkullimi i mjeteve. Punimet për këtë aks rrugor u kryen nga kompania ANK e familjes së ish-deputetit Ndue Kola dhe çuditërisht është e njëjta supervizore që firmos letrat për rrugët që shemben. Për hetimet në fjalë, SPAK u bazua në dy kallëzime ku njëri prej tyre ishte bërë nga Romeo Nazarko me profesion inxhinier gjeodet. Ai është njohës i mirë i ndërtimit dhe zbuloi shkelje të rënda në projektin e ndërtimit të rrugës në Ersek. Nazarko do të deklaronte se ai ka depozituar kallëzim penal që në vitin 2022 ku dëmet tani janë të parikuperueshme. Ndërkaq që emri Çanos shfaqet edhe tek tuneli Llogaras. Më 5 qershor 2025, Gentian Gjyli ka shpallur fituesin e tenderit të mbikëqyrjes së kësaj kontrate.
Bëhet fjalë për prokurimin e autoritetit rrugor shqiptar me objekt supervizion i mirëmbajtjes së tunelit të Llogaras. Fondi limit për këtë punë është afër 117 milion lekë pa TVSH. Megjithatë, nisur nga shkalla e lartë e korrupsionit në tunelin e Llogaras, rëndësia nuk qëndron tek vlera monetare e tenderit. Fituesi i kësaj kontrate 4 vjeçare është kompania AE Engineering SHPK e Entelaçanos. Dihet që kjo është sipërmarrësja që mbylli letrat e tenderave që fitojnë oligarkët dhe ky është rast flagrant. Ju kujtojmë koncesionin për ndërtimin e rrugës Kashar 5 Lekaj. Në 13 shkurt 2023 fitues u shpall kompania AKPL SHPK. Sigurisht që ky bashkim gërmash ka prapa subjekte të tjera. Kompania fituese e koncesionit me afat 35 vjet me vlerë 474 milion euro është përbërë nga 7 firma. Në krye prin Gjoka Construction SHPK, mes aksionerëve është edhe AE Engineering SHPK. Pra Rock Gjoka dhe Entelaçano që kanë partner në këtë koncesion që e ka miratuar Belinda Balluku. Dhe 2 vjet më pas, vartësi i Ballukut Gentian Gjuli i jep Entelaçanos tenderin e supervizionit të mirëmbajtjes së tunelit të Llogaras, që e ka fituar ortaku i saj Rock Gjoka. Entelaçano dhe Redistruga janë 2 personat e parë që përmbajnë përgjegjësi ligjore për katastrofën e Librazhdit, që kryeministri përpiqet ta mjegullojë.